Misioni I parë që socialistët e rikthyen pushtet pas krimit të 21 janarit me Ilir Metajn që e kapën e arrestuan sikur e keni parë vetë dhe kërkojnë tani të hapin dosjen e 21 janarit, ishte vjedhja e servrit të tatimeve nga prokurori Spartak Braho I regjimit komunist që dënonte me vdekje dhe 16 vjeçar. Kështu, duke marrë gjitha të dhënat sensitive, e dini mirë domethënë, parat, kontot bankare, të cilat ju arrestonin fëmijët, policia në mënyrë të heshtur me kriminalët. Ju telefononin, ju merrnin parat me transferta bankare aty ku dojnë ata, duke ju thënë, do të punoni tani për Partinë Socialiste. Do t'i detyroni edhe punëtorët. Ju morën dhe parat dhe e dini se çfarë do t'ju bëjmë, dhe ju kthyen fëmijët. Në Parlamentin Shqiptar u diskutua pikërisht paqja fiskale. Të falin jo pak, por 2 miliard euro që këta bandit, biznesmen, që vjedhin me tendera sekret, me tendera me flamur të kuq, me çmime katastrofike. Pikërisht, taksat, parat e shqiptarëve, do t'ju a falin, por të dhëna sensitive nuk tregojnë se kush do t'i përfitojë. Që do të thotë, nëse janë 3 dyqane, 2 nuk kanë paguar taksat, tatimet, dhe ky I shkreti që I ka paguar dhe kanë bjetuar me djersën e tij, do dali I humbur, sepse ata të dy që duhet të mbylleshin dyqani dhe të paguanin taksat, jo falen. Kjo është qeveria që juve keni votuar dhe ajo është opozita që I kthen kurrizin dhe del nga foltorja në foltore, përfitore në fitore.